Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma të nderuar shikues kudo që na ndihni. Në javën e parë të gushtit do të kemi një nisje të procesit të konstituimit të institucioneve të Kosovës, fillimisht kuvendet këtij tempulli transition të demokracisë, aty ku ndodh debati në sistemin ton tipik parlamentar. Në realitetin e tashëm politik, për opozitën e sotme, Kurti, kryetari i partisë më të madhe politike, kryeministri në detyrë, nuk po shihet se po duket shumë figurativisht, po them, bamerës me ta, duke mos provuar të ndaj pushtetin. Atë shumë siç po shihet që po e kërkon opozita, partia e Bedri Hamzës dhe ajo e Lumer Abdigjikut. Edhe pse kjo e fundit duket që ndodhet në një moratorium, pezullim, të përkohshëm procesit dialogut me vetëvendosjen për shkak të një krize të saj të brendshme nga mos pajtimet që janë aty mbi rezultatin që pati kjo parti dhe kërkesën që kanë mbi 148 delegatë LDK-s për ta ftuar në votbesim shkarkim zotin Abdigjikut. Nuk dihet se çdo ndodh edhe në këtë subjekt. Kam ftuar për analizë kolegun Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Kënaqësia të jemi së bashku. E thash figurativisht kështu, nuk po duket shumë aktualisht bamerës Kurti për dëshirën që po e artikulon opozita, paradoksalisht për të qenë në pushtet me ta. Keni plotësisht drejt, sepse nëse i referohemi deri më tani pozicionit të zyrtar të lëvizjes dhe vendosjes, nuk e di se çka mund ndodh dhe beso ndoshta është pak dëshpëruese sepse ne sot këtu jemi mbledhur për të bashkëbisedu se ka po shkon procesi, por e kemi shumë të vështirë të japim ndonjë përgjigje kështu, më të qartë, sepse është mjegullnoi totale, është ende nuk dihet paqartësie e pakuptueshme, absurde, do të thotë jemi përballë një çështje kruciale si krijimi i institucioneve dhe nuk dihet se si do të krijohen, se si do të etablohen ato, dhe në këtë drejtim edhe në raport me partitë opozitare, dhe pozicioni i tij deri tani shumë zyrtar i lëvizjes vetvendosje, mund ndryshojë në ndërkohë, por po duket që ka shenja që të ndryshojë, se konstituimin e kuvendit dhe të qeverisë do ta bëjnë vetë, do thotë, pa ndikimin e subjekteve tjera opozitare. Ndërkohë, çështja që mbetet për të diskutuar me to është tema e presidentit. Pra e njëjta skemë sikurse në legjislaturën e kaluar, që ishte ndoshta njëra prej legjislaturave më shkurta në historinë e parlamentarizmit në Kosovë. Dhe ne dim që do thotë ajo lloj çështje nuk dha zgjidhje për temën e presidentit. Përkundrazi, do thotë i bëri pashmangshme dhe të domosdoshme zgjedhjet. Në atë kohë lëvizja vetvendosje kishte konkuruar me pretendimin për të fituar 60% të votave të trupit elektoral si e vetmja mundësi që vendi ta shëtutjet mos mbetej peng i krizave ciklike, do thotë bllokimit të institucioneve. Ajo nuk ndodhi, dhe atëherë me çështë e njëjta skemën nuk po shoh ndonjë zgjidhje tjetër, sepse nëse përsëritën Kasolli të tilla siç po i shohim, duke mos e ftuar seancën konstituive, mbase janë plan taktik i Kurtit që të pret LDK-n se ç'po ndodh me të, në mënyrë që siç po shprehen aktualisht edhe sot e këto ditë, mbase kam prirje më shumë që ta shohin LDK-n në oborrin e përbashkët politik. Nuk e di, në shikim parë duket kështu, po unë besoj që mbase ndonjë kalkulim tjetër është për ta pritur edhe më tepër përçarjen e lidhjes demokratike të Kosovës, se sa mirëfilli për ta pritur një LDK e cila do të jetë unike dhe partner i qëndrueshëm i bashkëqeverisjes dhe i krijimit të institucioneve me së bashku me lëvizjen vetvendosje dhe lidhjen demokratike të Kosovës. Tash edhe në LDK ende situata është e paqartë, në shkrimet janë deponuar pranë sekretariatit të këtij subjekti politik, do në aspektin normativ dhe statutor janë plotësuar kushtet për ftesën e kuvendit e jashtëzakonshëm ku do të sfidohet lidershipi i lidhjes demokratike të Kosovës, por deri në këto çaste që ne po bisedojmë nuk ka asnjë indikacion se është ftuar ky kuvend dhe nuk dihet se kur do të ftohet, ndërkohë lideri i këtij subjekti politik ka deklaruar se do t'i pezullojë të gjitha negociatat me lëvizjen vetvendosje për shkak të zhvillimeve të brendshme në lidhjen demokratike të Kosovës. Pra në gjitha dimensionet dhe situata është e paqartë, nuk shihet krizë në opozit,
krizë në kampin tjetër. Po ndërkohë edhe në PDK ka një lloj konfuzioni, nga se janë artikuluar disa qëndrime politike, disa qëndrime nuk ka një qëndrim unik. Ne po e dim. Qëndrimi unik është i atij që e përfaqëson kryetari Hamza, si po, kryetar legjitim e legal i partisë. Është e vërtet mirë. Pa i tham brëm që doli pa rezultate nga takimi me Kurtin, sepse nuk mund të hynte në platformë bisedimesh me Kurtin vetëm për presidentin. PDK, sipas Hamzës, kërkon marrëveshje gjerë politike për pjesëmarrje në koalicion me Kurtin. Po kjo bjen në kundërshtim. Si e vlerëson? Po kjo bjen në kundërshtim me një pozicion. Çfarë treguesi politiko kjo për partinë e zotit Hamza? Kjo tregon qartë që e para, do thotë, sepse nuk ka këto hapësirë për shumë ekuivoke që Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar koalicion bashkëqeverisës me Lëvizjen Vetëvendosje. Me faktin dhe ky nuk është qëndrim i ri, nëse niset prej premisave të saj, e para nuk kemi vijat kuqe për asnjë subjekt politik dhe kërkojmë marrëveshje ndërmjet partive për ndarjen e 3 prej pushteteve kryesore, të presidentes, të kryeparlamentarit dhe të resorteve qeveritare. Atëherë ne mund t'i vëmë lloj-lloj emra, mirë po pozicioni zyrtar i Partisë Demokratike të Kosovës është që kërkon, do thotë, ndarje të pushtetit me Lëvizjen Vetëvendosje, por që sipas tij Kurti nuk u dha asgjë. Do thotë, këta kishin shkuar, do zoti Hamza kishte shkuar në takim, do thotë, për të marrë diçka nga Kurti. Mirë po ai është treguar dorë shtrënguar dhe nuk e ka parë të arsyeshme të jap diçka. Nuk u tregua bamirës. Nuk u tregua bamirës, nuk u tregua gjeneroz, po nuk u tregua me terma. Nuk u tregua gjeneroz dhe nuk i dha asgjë Partisë Demokratike të Kosovës, mirë po që bjen në kundërshtim me një pozicion të mëhershëm të vetzëdhënësit të këtij subjekti politik, i cili tha se megjithatë PDK-ja nuk e përjashton mundësinë e bashkë koordinimit për temën e presidentit pas dështimit të takimit ndërmjet Hamzës dhe Kurtit, është deklaratë zyrtare, nuk e përjashton mundësinë e bashkë koordinimit me partinë fituese të zgjedhjeve për temën e presidentit, nëse i njëjti i plotson kriteret si këta e shohin që duhet të jetë profili i një Kurti, më fal, Kaspar, PDK-n Kurti u tregua tahmatçar nëse tahmatçar. Në dëgjoj, do treguat edhe për lidhjen demokratike të Kosovës. Tahmatçar Kurti për LDK-n dhe për PDK. Po edhe për LDK-n do treguat, mirë, po tek LDK-ja ka një kalkulim tjetër politik dhe në këtë drejtim, do thotë ditën që zoti Avdigjiku i është drejtuar qytetarëve të Kosovës, antarësisë së tij, kam pas një shkrim që kam thënë që ai fjalim mas të madhe kogja i ka ndihmuar Kurtit, e ka shfaqsuar politikisht Kurtin nëse shkohet në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme, sepse thot pikërisht në momentin kur po zhvilloheshin në mënyrë intensive negociatat me partinë fituese të zgjedhjeve për të dhënë vendit institucione, patëm një rebelim të mbrëmshëm, duke përdorur edhe një lloj gjuhë ndonse nuk e tha tekstualisht, po që i ngjason sikur ka një konspiracion të mbrëmshëm për ta penguar këtë proces të domosdoshëm politik dhe institucional. Ndikimin e PDK-s. Nuk përmendja jam, tash duhet jemi korrekt. Nuk përmendja. Eksponent vetëvendosjes po e thon. Eksponent të vetëvendosjes absolutisht po i mshojnë kësaj pandemi, mirë pa. Nuk përmendin mirë, po që tha këto janë nxitje nga jashtë në një moment të cilën dhe tha duhet të marrin përgjegjësi politike nëse do thotë dështojnë negociatat për themelim të institucioneve dhe potencialisht vendi shkon në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Dhe kjo është dhurata më e mirë që i ka ardhur politikisht Albin Kurtit në këtë fazë, nga se në njërin anë e mban narracionin që ka interes për bashkëqeverisje me lidhjen demokratike të Kosovës, e cila bjen kundërshtim po ashtu me pozicionin e tij të mëhershëm se nuk ka nevojë për asnjërin prej subjekteve opozitare për ta themeluar qeverinë dhe kuvendin, por vetëm për temën e presidentit, dhe dy kartat që me cilat po operon Lëvizja Vetëvendosje. Në njërin anë gjëja kanë interes me lidhjen demokratike të Kosovës, ta ndajnë kulaçin e pushtetit, dhe në anën tjetër se gjitha këto do t'i themelojmë vetë, duke krijuar konfuzion në opinionin publik, dhe në anën tjetër lidhja demokratike e Kosovës, një pjesë e saj, do thotë e përfaqësuar dhe e prirë nga zoti Avdigjiku, po shihet qartë edhe nga zonja Osmani, që kanë interes për ta ndarë pushtetin, por që tashmë po e kërkojnë fajtorin kujdestar brenda partisë së tyre, pse po e pengon këtë proces dhe në një farë mënyrë po i ndëshkon qytetarët e Kosovës me zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Kjo deklarata Avdigjiku dhe e vetë zonjës Osmani që paraqitet me raste, po thënë, mbi krizën aktuale, e shfaqson Kurtin se ai është krye përgjegjësi për
për shkuarjen e vendit zgjedhje, nëse shkojnë. Nëse e analizojmë në imësi, Rit, këtë deklarat. E para, ky rebelim po vjen në një moment vendimtar kur u intensifikuan negociatat për themelim të institucioneve. Dhe e para. Dhe e dyta, unë jam i detyruar ta pezulloj këtë proces, dhe nëse vendi nuk krijohen institucionet dhe vendi potencialisht shkon në zgjedhje të reja, të jashtëzakonshme, më së lartë deri në vjesht, përqetësia është e këtyre që janë rebeluar. Në këtë drejtim, pozicioni i Lumir Abdigjikut është se Kurti nuk është fajtor nëse vendi shkon në zgjedhje të reja, por i të pakënaqurve brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Këtë argument po e demonstrojnë forcërisht me intensitet të shtuar dhe eksponent të vetëvendosjes. Absolutisht, po kjo shkon se grupi tjetër që nuk përkrah Abdigjikun në ndikimin e PDK-s po dëshiron kjo vetëm e ushqen prirjen e LDK-s që të jetë në koalicion me. Po kjo vetëm e ushqen një lloj. A ka lejohet kaq shumë vetëvendosja për LDK-n, për unitetin e LDK-s? Jo, unë absolutisht tash do të kthehem te kjo, veç me cilën këta dëshirojnë ta sforcojnë narracionin, dëgjoj, dëshirojnë, po këtu nuk ka veç sinqeritet, sepse nuk është rastishme ne pse kemi ardhur në këtë situatë. Një mjedis, nëse mund ta them pak rënd, është po pervers politik. Pervers, po nuk ka sinqeritet, nuk ka vullnet për të krijuar institucione, tu ka përpjekje tinzare, do thotë të subjekteve politike ndaj njëra tjetrës, se cilat do të përfitojnë më shumë në kurriz të njëra tjetrës. Dhe në këtë drejtim, kjo nuk është diçka e re, se po e shpiki unë ujtë nxehtë. Ne bashkë kemi përcjellur zhvillimet politike duke filluar nga nënshkurti i vitit të kaluar. Lëvizja vetëvendosje ka tentuar në masë të madhe ta mirëmbajë narracionin e interesimit të saj për partneritet me lidhjen demokratike të Kosovës, por që fatkeqësisht ky subjekt politik nuk po mund të shprangoset nga tentakulat e Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe ka ndodhur shumë zhvillime, ndëgjoj, unë e di që nuk është kështu. Ose nuk do thotë që unë po e përkraj këtë lloj teze, ta qartësoj para shikuesve të TV. Betejë bën mbi këto. Po, nuk është që unë mendoj që e vërteta është kështu, mirë, po ta shtojmë në një sfond, në një terren ku subjektet politike tentojnë të shfrytëzojnë çdo kartë të mundshme për të përfituar elektoralisht. Dhe nuk është që kjo nuk i ka dhezur Kurtit elektoralisht sforcimi i këtij narracioni. Dhe tash duke qenë se edhe Lumir Abdigjiku i ndihmoi në këtë drejtim, lëvizja vetëvendosje në mos gjithnjë e më të madhe do të tentoj që ta masivizoj dhe ta amplifikoj këtë, duke shfrytzuar edhe disa rrethana tjera politike që kanë ndodhur, tensionet ndërmjet kryetarit Prishtinës me Lumir Abdigjiku, për ta përfunduar tensionet ndërmjet kryetarit të Prishtinës me kryetarin e lidhjes demokratike të Kosovës, paralelisht koalicioni në nivel të komunës i lidhjes demokratike të Kosovës me Partinë Demokratike të Kosovës, janë të gjitha elementet që e plotësojnë mozaikon e narracionit të lëvizjes vetëvendosje, që koalicioni dhe themelimi i institucioneve të reja dështoi për shkak se nuk kishte interes LDK, ose ishte peng në një farë mënyrë, jo nuk ishte interes, po ishte peng si tërsi lidhja demokratike e Kosovës për ta tejkaluar Rubikonin dhe për të bërë një partner i besueshëm qeverisës. Ne e dim, për ta përfunduar, ne e dim që absolutisht edhe me LDK-n, do thotë, sipas kritereve politike që i ka vendosur Kurti, nuk i mjafton për temën e presidentit. Mirë, po tash kjo është temë tjetër, jemi siç thash në këtë terren politik. Po, cilat gjendje në LDK do të heqë nga duart Kurtit argumentin që një krizë e LDK-s dhe një rebelim aty ndaloj koalicionin, rrjedhimisht çoi vendin në zgjedhje. Cilat gjendje në LDK që mund të krijohet do të heqë ati nga duart këtë argument? Ndëgjorit, unë jam i bindun që edhe nëse zoti Abdigjiku e tejkalon këtë test, siç e tejkaloi në janar të këtij viti, nga sa ishte përballur me një lloj testi të brendshëm politik, jam i bindur që është shumë vështirë, do thotë shumë vështirë që LDK të shfaqet si subjekt unik, do thotë me gjithë deputetët e saj në favor të një koalicioni, sepse nuk ka mas, nuk ka mekanizëm që të detyronte deputetët, do thotë që në mënyrë unike, dhe LDK-ja ka bërë një gjë të tillë, edhe në kaluarën. Ne e dim koalicionin e LDK-s me Partinë Demokratike të Kosovës, një numër i deputetëve të saj kishin votuar në atë kohë madje kundër Isa Mustafës si
kryeministër i Kosovës. Dhe jam i bindur që e njëjta skemë do të Vjosa Osmani është. Vjosa Osmani, tash Lumir Abdiqiko ka qenë, nuk e di, nuk ka qenë, po kanë qenë Arben Gashi, disa do të ka qenë një grup i të rebelumeve në atë kohë që në mënyrë të hapur e kanë kundërshtuar. Dhe janë ndan këtë përvojë. Po, e ndan dhe jam i bindur që e njëjta skemë do të ndrohen vetëm pozicionet, mirë, po do të përsëritet e njëjta skemë një rebelimit brendshëm që s'do të pajtohet me një bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje dhe që në këtë mënyrë do të përdoret si kartë nga Albin Kurti dhe eksponentët e tij që kjo nuk garanton vota. Mund një koalicion si do të qoftë që vendi mos shkojnë në zgjedhje me Partinë Demokratike të zotit Hamza për shembull. Unë nuk e shoh të mundshëm për shkak se edhe PDK-ja në këtë drejtim kogjan mos të madhe ka dallimet mëdha, do të po shohim, ka disa zëra eksponent politikanit veteran. Komandant Remin për shembull Rustem Mustafën që pati një postim. Kosova për një shtet për normalitet, shtet normale e tjera. Po ndëgjoj, Redon nuk di, që asociojnë mbase me prirjen ati argumentit që PDK do të hyjë në koalicion, por aktualisht Kurti nuk ka interesim. Këto janë vetëm formulime. Do të formulime formale, themi kështu që ky lloj koalicioni garanton normalitet e stabilitet e tjera, sepse janë disa sfida me cilat të përballet Kosova që Kurti nuk ka dhënë sinjale që është i gatshëm të përmbush e që PDK-ja i konsideron të panegociueshme politikisht. Do të ne kemi tash për ta bërë krahasimin me raportet me aleancën ish aleanca për ardhmërinë e Kosovës, e cila i ka parashtruar Kurtit disa parakushte madje në këmbim të votave të saj pa pasur nevojë edhe që ta ndaj pushtetin me të. Dhe njëra prej temave kryesore është kjo që ka të bëjë me gazin me gazin e lëngshëm amerikan. Tash PDK-ja në njërin anë mbron pozicionin që kjo është temë pa negociueshme. Nuk negociohet. Do thotë kjo çështje duhet të implementohet. Por në anën tjetër Kurti nuk ka dhënë asnjë sinjal dhe po shihet që gjitha lojrat e tij janë vetëm përpjekje për të sabotuar këtë iniciativë dhe këtë kërkesë të ambasadës amerikane. Figurativisht janë ka për të bërë koalicione. Numrat po çfarë institucione dëshiron nga? Çfarë institucione? A ka PDK-ja shpresë se mund ta bëj Kurtin si vetvetja në bashkëqeverisje? Apo fërkon durt PDK që nga kriza e LDK-s përfitoj ajo mbase nga një proces bisedimesh për koalicion? Jo. Kush po fërkon duart në PDK sipas jush? Të gjithë janë duke i fërkuar duart në këtë situatë me përjashtim të lidhjes demokratike të Kosovës. Por mas shumti që po i fërkon duart, po tham është kryeministri Albin Kurti, i cili përbindjen time nuk është se s'ka mundur të krijojë institucione të merret, ka interes do thotë që ta bëj gjendjen kështu pezull, për shkak se kush po përfiton më shumë nga zgjedhjet e vazhdueshme. Çfarë duhen ato vota? Për cilën arsye? Kush po përfiton? Kush është bilanci i lavdis në fund? Kush është bilanci i lavdis është përfitimet e tij elektorale. Cili subjekt politik po përfiton më shumë nga zgjedhjet e shtetit ç'po përfiton? Tash kjo tim tjetër. Ne kemi bashkëbiseduar, tash ne kemi bashkëbiseduar disa herë. Unë kur i kam analizuar përfitimet elektorale të Kurtit, edhe në tensionet me partnerët ndërkombëtarë me SBA, kam thënë nuk janë që këto janë, dëgjoj. Do ta nxjerrim në bilans. Po ta nxjerrim, do ta nxjerrim. Përfitimet personale politike dhe përfitimet shtetërore. Po ndëgjoj, unë e bona një krahasim para 3 dite, një krahasim me ndërmjet sjelljeve ndërkombëtare të në raport ekskluzivisht me Washington. Aty ka dalë po i tek ndërmjet sjelljeve ndërkombëtare të Kurtit dhe të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili do thotë që vesh filloi dialogu strategjik ndërmjet SBA-ve. Kjo është marrëdhënie bilaterale, dialogu strategjik, tash mos hym në detaje se çka përmban. Dhe dëgjoj, ky dialog strategjik nuk i krijon profite elektorale Aleksandar Vučićit, sepse nuk ekziston një disponim i madh elektoral në Serbi për raporte shumë të afërta me Washingtonin. Do të ulëmtimet në opinionin publik, do thotë në Serbi ende dominojnë që ka skepticizëm si në raport me Bashkimin Evropian, 30% e serbëve janë pro integrimit në BE, po ashtu një raport një qëndrim edhe më negativ ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ata janë më shumë të fokusuara ka aleanca, disponimi elektoral ka aleanca me Kinën dhe me Rusin, për dallim prej Kosovës, do thotë për dallim prej Kosovës që mirëpato po i krijojnë benefite shtetërore. Këto veprime strategjike të Aleksandar Vučićit nuk i krijojnë përfitime elektorale në Serbi,
për shkak të parafrimit me Washingtonin, por i krijojnë përfitime shtetërore. Kundërta po ndodh në Kosovë. Kurtit po i krijojnë përfitime elektorale këto tensione dhe humbje shtetërore. Sepse sa më tepër që ti tërësohen raportet tonë. Çka i duan votat në program? Për cilën arsye? Dëgjoj, se në bilans duhet ta keni trajektore vlerësimit, apo? Absolutisht. Dëgjoj. Është racionale të kërkohet ky lloj bilanci. Kush përfiton? Dëgjoj. Tash që ne duhet ta shohim natyrën e këtij subjekti politik. Do thotë lëvizja vetëvendosje në mas të madhe është një subjekt e cila friksohet se humb për krahjen e shoqërisë nëse nuk ka mobilizim të vazhdueshëm. Do të tash mobilizim konstant. Do të lëvizja vetëvendosje do të ka frikë se akomodimi vetëm në institucione dhe shkputja nga dinamikat shoqërore i krijojnë të kurrje politike. Dhe kjo ka ndodhur. Në 9 shkurt të vitit 2000 të vitit kaluar, lëvizja vetëvendosje ra në 42%. Ndërkohë pa qeverisë, duke qeverisur me mandat plot, ai ra në 42%. Ndërkohë pa qeverisur fare, me një epizod vetëm të shkurt të qeverisë Kurti 3, sa u bë ajo, ishte epizod shumë i shkurt qeverisë. Gjithkohën duke qenë vetëm në institucione në detyrë, ajo nuk po të kurret elektoralisht. U ngrit në 50%, pas 9 muaj, 10 muaj blokade, u ngrit në 50% dhe po ashtu e ruajti një dominancë shumë solide përkundër mos pjesëmarrjes së qytetarëve rënjes së pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në votime, por përsëri e ruajti një dominancë të serioze në raport me subjektet e tjera opozitare. Pra po shihet që zgjedhjet e vazhdueshme të jashtëzakonshme deri në këto momente nuk është që po i krijojnë humbje elektorale lëvizjes vetëvendosje. Dhe ne jemi, ne jemi brenda konceptit amarit. Ju kemi unë po i pyetje legjimin po besoj. Shumë legjitim. E kam të çartë nga këtë po. Ju kemi premtuar teleshikuesve të TV. Në cilën raste nga pikpamja dëgjorit, nga pikpamja kapitalizam për çfarë arsye? Nga pikpamja e gjykimit racional politik, absolutisht pajtohem me ty. Mirë po. Ne ju kemi premtuar teleshikuesve të TV Arbërisë që një ditë do ta kemi një temë specifike, por ende nuk kemi mundur ta krijojmë, duke analizuar pikë për pikë traktatin politik personal të Albin Kurtit, mënyrën se si mbahet, se si fitohet dhe mirë mbahet pushteti. Dhe njëra prej, jemi brenda skemës së veprimit politik të Albin Kurtit këto. Kjo shoqëni është brenda asaj skeme politike. Gjithë jemi brenda, dashtëm ose s'dashtëm. Dhe në mënyrë tekstuale thuhet që lëvizja vetëvendosje nuk mund ta fitoj pushtetin pa një gjendje të jashtëzakonshme dhe ta mirëmbaj pa një atmosferë të vazhdueshme të gjendjes së jashtëzakonshme. Sot është manifestin e saj. Në traktatin politik personal të Albinit. Dhe çka ka ndodhur? Nëse për ta fituar në mënyrë të jashtëzakonshme pushtetin herën e parë i ndihmoi pandemia dhe shkarkimi i qeverisë, ato që ndodhen mos hym tash në histori, në këtë situatë ai po e mirëmban vetë këtë gjendje të jashtëzakonshme me institucione sa më të dobësuara dhe me lidhje të drejtë për drejta ndërmjet Albin Kurtit, lëvizjes dhe qytetarëve dhe popullit të Kosovës. Pra arsyet pse ne tash do të kemi sa më pak qeverisje. Do të kemi vetëm epizode të shkurta qeverisë. Dhe vetëm epizode të shkurta qeverisë. Dhe kriza dhe situata permanente elektorale kanë të bëjnë me operacionalizimin e plotë të skemës së veprimit politik të Albin Kurtit. Ne duhet ta themi hapur dhe qartë, duhet ta kuptojmë që jemi në terrenin e tij politik dhe po shihet sepse qeverisja stabile, qeverisja e vazhdueshme, do thotë, aty po i krijon humbje. Ajo që po i krijon përfitime është kjo atmosferë permanente elektrizuar në opinion ku institucionet janë gjithnjë më pak jo funksionale dhe është raporti i drejtë për dhe këtu tash është më i fortë në aspektin politik duke marrë parasysh se subjektet tjera kanë krizë edhe të leadershipit politik. Prandaj kjo që thu ti dhe që them unë, kjo që thu ti edhe unë them, që nuk është në interes të sforcimit të institucioneve shtetërore, nuk është në interes të stabilizimit të punës e institucioneve. Kush nuk merret me lajmin që duhet i vi Kosovës nga Brukseli se ç'po ndodh me statusin e vendit kandidat me aplikimin që ka bërë Kosova nga viti 2020 me dialogun strategjik me zhvillimin socioekonomik që është në shifra
që po shkundin vendin Kasolli. Po jo, këto janë tema që e sfidojnë, për këtë arsye dhe duhet të gjithë shmonë. këtë situatë e shohim që zoti Hamza përsëri mban shpresa se mund të bëj pakt me zotin Kurti për qeveri. Përsëri shohim zotin Abdigjiku se mund të bëj pakt me zotin Kurti për t'i dhënë Kosovës institucione stabile, qëndrueshme. Dëgjoj, tash këtu do të jetë befasuese kjo që do ta them, kjo do të jetë befasuese deri në një mos unë solidarizohem me përpjekjet e subjekteve opozitare për të kriju institucione funksionale qeverisëse afatgjata, solidarizohem, qoftë edhe me lëvizjet dhe të vendosje, sepse praktika ka dëshmu që pikërisht kjo mënyrë ndikon në dëmtimin e lëvizjeve të vendosje. Por ato që këto janë gabim, është që nuk janë përgatitur me kohë edhe për këtë anë tjetër për të ballafaquar me lëvizjeve të vendosje, për intencën e tij për ta mbajtur situatën gjithmonë në gjendje të jashtëzakonshme. Pra është legjitime që të kërkohet bashkëqeverisje edhe me lëvizjen e vendosje, që të jepin vendit institucione funksionale për 4 vjet, se unë jam i bindur sikur të ish qeverisur edhe një mandat plot, lëvizja e vendosje do të binte në 30%. Dhe kjo është një mundësi. Po edhe të konsumon. Edhe të konsumon dhe të shkëput nga shoqëria, diçka që zoti Kurti nuk guxon t'ia lejojë, nuk e ka luksin t'ia lejojë vetës. Do thotë sepse përhumbja në procedura institucionale, administrative, shtetërore, atij do të mund të rikthehet në bumerang. Ajo që e mirëmban Kurtin në epicentër të zhvillimeve politike është pikërisht do thotë kjo qasje për të krijuar sa më tepër atmosferë të përndezur sociale elektorale që po shihet që po i krijojnë benefite dhe që janë siç e analizuam së bashku, po ju kemi mirë në borxh televizionistëve të TV-s, që pikë për pikë për ta analizuar, sepse unë e marr shumë seriozisht doktrinën e tij politike. Ta kam thënë disa herë, unë e marr shumë seriozisht ato që e deklaron zoti Kurti. Unë pres veprime politike nga ato që ai deklaron, nga ato që i ka të shkruara, sepse zoti Albin Kurti sot është i vetmi lider politik në Kosovë që ka traktat personal politik se si mirëmbahet, se si duhet fitohet pushteti dhe të mirëmbahet ai. Nuk kemi është i shkruar, po. Është i shkruar, është kod programatik se si duhet sillet prej aktivistit më të thjeshtë televizjes vendosje e deri tek niveli më i lartë hierarkik i saj në drejtim të funksionimit të mirëmbajtjes së pushtetit. Pyetje legjitime pashtu se biseduam deri tash për figurën qendrore të politikës në Kosovë, quhet Kurti, natyrisht. Nëse opozita i thot kësaj shoqërie që Kosovës po i mungojnë institucionet funksionale të qëndrueshme, Kosova nuk është e parashikueshme politikisht. A është pyetje legjitime edhe kjo që t'i bëhet drejtohet opozitës? Po sa është e parashikueshme edhe e qëndrueshme vetë opozita? Në këtë krizë të përgjithshme. Absolutisht këtë drejtim. A është pyetje legjitime kjo që t'i bëhet zotit Hamza dhe zotit, sidomos zotit Abdigjiku? Absolutisht, po tash zoti Abdigjiku po tenton të shfaqsohet që ishte një nxitje jashtme ajo që sa e ka një mend Abdigjiku? Edhe me Hamza që kërkojnë institucionet qëndrueshme stabile, funksionale në Kosovë të parashikueshme politikisht, kur vetë partitë e tyre kanë krizë me këtë rrafsh, sa them. Dëgjoj, e para është unë siç e thash edhe tentova ta them gjatë elaborimit në këtë emision, e para është që një koalicion apo një bashkëqeverisje me lëvizje me vendosje nuk garanton ato që këto dy subjekte politike i mbrojnë si parime të panegocjueshme. Sepse ne e pam qëndrimin shpërfillës të Kurtit në raport me parakushtet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo e fundit nuk i kërkoi asnjë post ministror, as asgjë. Nuk i kërkoi Aleanca e Ardianxhinit. Nuk i kërkoi asgjë, vetëm jep sinjale se do të zbatohen këto parakushte, do thotë janë një TVSH-ja për bujqe të tjera. Politikisht Aleanca ka më të qartë qëndrimin. Nuk duam poste, nuk duam asgjë, i ke ato vota që i kemi, do thotë vendit mos mbetet peng, por të paktën ti jep sinjale që do të jesh përfillës ndaj këtyre kërkesave në radhë parë që vijnë nga ambasada amerikane, por që ajo nuk është kërkesë personale e ngarkuarës në ambasadën amerikane, por ka bazë në departamentin e shtetit e tjera. Dhe tash LDK-ja dhe PDK-ja nuk e kanë qartësuar pozicionin e tyre në këtë drejtim. Nuk e kanë qartësuar pozicionin se çka nëse Kurti nuk i plotson këto kërkesa. A kanë ato shpresa që mund ta konvertojnë ideologjikisht Kurtin ta bëjnë si vetvetja, nga bashkëqeverisja me të,
apo thjesht do thot po e shohin që qëndrimi i gjatë në opozitë është duke i lodhur ato dhe i ka kapluar paniku dhe frika që mund edhe më tepër të kurrën politikisht dhe elektoralisht. Unë jam i bindur që Lumir Abdigjiku ka pasur vullnet plot dhe ka ende vullnet plot për bashkëqeverisës me lëvizjen e vendosjes. Nëse për asgjë tjetër, të paktën për ta shfrytzuar pushtetin si një mundësi shtesë për t'i tejkaluar disa paknjasi të brendshme në këtë subjekt politik. Po çka tregon historia, si do të thotë, nga e kaluara? Nuk është që po e shpikim ujë të nxehtrit, dhe në të kaluarën do të ka ndodhur që levat e pushtetit janë treguar efikase do thotë në tejkalimin e paknjasive të brendshme politike, tensionimet e brendshme. Dhe jam i bindur që zoti Abdigjiku do thotë ka kalkuluar fillimisht që duke marrë pozita të rëndësishme, sepse nuk është vetëm pozita e ministrit, kur ndahet pushteti, edhim bashkë, sa bordet janë, sa ne, apo shohim, këtë shumicën e institucioneve i kemi me UD-sët në Kosovë. Dhe është bërë filozofi qeverisë kjo me UD. Prej presidentit, kryeministrit, qeveria, janë me dhjetra, nuk e kam statistikat e sakta. Kryeprokurorin e zgjodhen. Po kryeprokurorin në fund, do thotë, zgjodhen, janë me dhjetra institucione dhe agjenci publike, qeveritare që janë duke funksionuar vetëm me UD. Është bërë filozofi, do thotë, administrimi shtetit. Nëse hym në zgjedhje ka thonë, politikisht nëse hym në zgjedhje, apo hyn në zgjedhje, kush po hy me argument më të fortë, opozita apo zoti? Brenda këtyre koordinatave, nëse nuk ndron diçka në raport me shtatë qershorin, brenda këtyre koordinatave, nëse nuk ndron diçka deri kur të konsumohen procedurat, do thotë procedurat parlamentare kushtetuese për të shkuar në zgjedhje të reja, unë jam i bindur që zoti Kurti ka një aset të rëndësishëm politik aktualisht që ja dhan me ose pa vedi edhe subjektet të opozitare nëse shkohet në zgjedhje, sepse prapë tham, Lidhja Demokratike e Kosovës, po edhe po të mbjetoj politikisht Lumir Abdigjiku nuk ka shans. Nuk i duhet gjë. Ndërkohë edhe Partia Demokratike e Kosovës me gjithë vullnetin e saj ka dëshmuar disa fërkime që do të përdoren politikisht nga Kurti që e penguan paraprakisht çdo lloj fryme të bashkëpunimit politik me të. Pra do të mirë, pa ajo që është shumë e rëndësishme dhe ku është tereni ku më shumë ti përfiton Kurti, është dëshmuar historikisht, do thotë sidomos në këto vitet e fundit, tereni ku ai më shumë ti përfiton politikisht, deri më tani nuk e di tash çka ndodh, janë që përçarjet në lidhje, pozicioni dual i lidhjes demokratike të Kosovës, ndarja në dysh që edhe një pjesë të bashkëqeverisimit, një pjesë ta kundërshtojnë atë, i kanë krijuar kogja një farë lloj një farë lloj ratloko dhe një lloj komoditeti, dhe unë jam i bindur që intensa finale e zotit Kurti nuk është që ta pret që të konsolidohet lidhja demokratike e Kosovës për partnerët. Nuk e ka hallin këtu. Besa, nuk e ka hallin këtu. Nuk e ka qëllimin, e ka që ta pret që thellohet edhe më shumë përçarja në këtë subjekt politik. Mase mund bëhet ndërmjetësues, mbetet të shihet që thellohet edhe më tepër. Të dy grupet nuk kanë prirje për afërsime vetëndosur. Që thellohet edhe më tepër përçarja në këtë subjekt politik. Nuk është duke pritur që të konsolidohet LDK-ja. Që të konsolidohet LDK-ja dhe të jetë një partner i domosdoshëm për bashkëqeverisje, sepse ne prapë tham pozicioni zyrtar i vetëvendosjes cili është. Veti kryejmë dy pushtetet kryesore, kryesinë e kuvendit dhe qeverinë. Për tem presidentit nuk mund të kalkulojë në lidhjen demokratike të Kosovës, sepse pragu i tij politik, përkundër atij kushtetues, ka shkuar në 86 vota, gjë që nuk mund ta ketë me lidhjen demokratike të Kosovës. Pra gjitha këto janë lojra, po ajo që po i duhet atij, më shumë ti është ta ekspozoj gjithnjë më tepër. Lidhje të dërmuar. Ta ekspozoj gjithnjë më tepër në publik për çarjen e brendshme në lidhjen demokratike të Kosovës dhe pamundësinë e saj që të jetë unike për bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje dhe ta sforcoj edhe më tepër në racionin që tashmë ky subjekt është i marrur peng nga forcat e jashtme politike dhe nga forcat e errta konspirative, dhe në këtë drejtim pasojat janë mos themelimi i institucioneve të reja dhe torturimi i qytetarëve të Kosovës edhe një herë në zgjedhje të jashtëzakonshme elektorale. E fundit Kasolli u komentua shumë aksione që ndërmori qeveria në që me thonë në rënimin e villave për Skajliçenit ujmani ndërtuara, po në këtë kohën e kësaj qeverie me gjallë sipas kritikëve. Dhe çfarë indikatori është kë?
pa të reagim edhe të komunitetit ndërkombëtar. Një reagim vimësi atyre reagimet që më duket që nuk e kam peshën e trajtimit si duhet, hiç fare nga qeveria. Dëgjori tash, unë them drejtën, të gjitha nuancat ligjore të këtij procesi nuk e njoh. Nëse më duhet më shumë kohë më përgatit, do të për pa ka vepruar. Politikisht po, politikisht absolutisht. Në ndikimin e kësaj frime, sepse a duhet të zbatohet ligji apo jo, kjo çështje nuk duhet të negociohet, po absolutisht, do të po veç ta qartësoj para opinionit publik që mund të kem ndonjë shkarje në kuptimin e interpretimit ligjor, do thotë, se a ka bazë plot ligjore ky aksion nëse ndërtuara në mënyrë të paligjshme, absolutisht. Në pronë publike, shtetërore, natyrisht duhet të rënohen. Duhet nuk ka diskutim, mirë, po si shtatë edhe jo do thotë këto në ndikimin e kësaj krize politike, çfarë indikatori është? Po kjo është veç edhe unë e shoh do thotë këto, sepse edhe këto një lloj përpjekje do thotë sepse ne kemi parë disa herë dy janë kartat kryesore të lëvizjes vetëvendosje, do të aksionet e saj në veri para zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe kjo që deri tani analizuam do thotë krijimi sa më tepër i kushteve për përçarje të subjekteve opozitare. Në këtë drejtim do thotë nuk është që po i bën përshtypje këto reagime të bashkisë ndërkombëtare, nuk është që ka ndikuar negativisht në disponimin elektoral të qytetarëve të Kosovës në raport me lëvizjen vetëvendosje. Ndonse kjo është tash çështje pak më komplekse, rreth për shkak një ditë kam pasur një shkrim Gjermania dhe Franca thik pas shpinë Kosovës në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Nga se jam tmerruar kur kam pa një mobilizim të jashtëzakonshëm, sidomos të shtetit gjerman dhe të Francës, do thotë në Komisionin Evropian për t'i hapur kapitujt për Serbinë me atë që quhet super e marta së bashku me Malin e Zi dhe Shqipërinë. Dhe ne e dimrit së bashku që dizajnues të marrëveshjes bazë në Brukselit janë kryesisht Franca dhe Gjermania. Dhe në atë marrëveshje, tekstualisht dhe ekskluzivisht, thuhet që njëra prej pikave kryesore e fundit në aneksin e orit është që të dy vendet, do të ndëshkohen sa i përket agjendës euro-integruese nëse nuk i plotësojnë nëse nuk demonstrojnë progres në zbatimin e kësaj marrëveshje. Dhe duhet ta themi hapur, nuk është që edhe Serbia ka demonstruar vullnet në zbatimin e kësaj marrëveshje. Prandaj ishte fat, do thotë, vetëm disa vende si Kroacia dhe këto që sepse dim si funksionon vendimmarrja në bashkimin, disa vende si Kroacia dhe këto e bllokuan këtë hapin e kapitujve sepse ajo do thotë sa për vullnetin e Francës dhe Gjermanisë, do thotë atë ditë ishte. Çfarë tregon kjo? Kjo është për mua shumë shqetësuese. Nuk po them, tash kjo kërkon një analizë. Po është për mua, dëgjoj, për shkak sepse kjo marrëveshje është e vërtetë që nga Kosova, ne jemi ende brenda një rrethi vicioz. Është e vërtetë që edhe Kosova do nuk i ka përfillur disa prej detyrimeve. Por mos harrojmë vetëm një fakt. Ka filluar të zbatohet. Mos harrojmë vetëm një fakt. Pranoj edhe Glauko Njusa. Mos harrojmë vetëm një fakt. Dhënimi më i madh që ju ka bërë kësaj marrëveshje është ende nga Serbia, për shkak sepse pika e tretë e saj thotë që të dy vendet duhet të heqin dorë nga përdorimi i forcës dhe në mënyrë pasore të zgjidhin mosmarrëveshjet që kanë ndërmjet tyre. Dhe nuk mund të harrohet sulmi paramilitar, ka qenë sulm shtetëror i Serbisë. Nuk është sulm shtetëror, agresion shtetëror. Gjithë ajo strukturë është përgatitur në bazat militare në shtetin serb. Dhe ende do ditën ka negociuar për paqe, në mbrëmje u bë gati ta sulmoj Kosovën. Dhe ajo që Franca dhe Gjermania e kanë propozuar si pikë që duhet të zbatohet nga të dy vendet, është dhunuar në mënyrë brutale nga Serbia me atë sulm paramilitar. Dhe tash dyqin, edhe në Varag, edhe në Varag dhe tash do thotë, ai lloj mobilizimi jashtëzakonshëm në Komisionin Evropian i këtyre dy shteteve që domosdoshmërisht Serbisë të hapën negociata së bashku me Shqipërinë dhe Malin e Zi, për mua ka kriju shumë dyshime të mëdha, do thotë dhe se ç'pondodh në prapasket. Se ç'pondodh në prapasket dhe që është temë besoj që një tensionim i situatës politikisht në veri ka solli, përsa që Kosova ka dhënë zotime në Brukselën në orë me aneksin, edhe për asociacionin atje. Ka e shpim politikisht situatën atje? A mund të çoj deri te një vendimmarrje ultimative njanshme vetë serbëve atje për një tensionim i tillë i situatës në veri, nëse mund ta them me
tendenca për shkallëzimi. A rrezikon që serbët ti inkurajoj serbët ta marrin duar vetë gjithë situatën njanshëm që të thonë se ne po shtrëngohemi, po detyrohemi për shkak kësaj situate të krijuar. Nuk përjashtohet ky skenar, ndonse tashmë serbët janë duke operuar edhe ata me dy karta, në njërin anë do thotë kemi përpjekjet e tyre për rikthim në institucionet e Kosovës, në pjesëmarrje në zgjedhje. Politikisht po luajnë. Politikisht dhe tash kemi edhe kërkesën e re do thotë për rikthim të gjyqtarëve, të fillimisht të prokurorëve që do thotë u mohu nga Këshilli Prokurorial dhe u dekretu nga presidentja dhe sot është tema veç e Këshillit Gjyqësor, po ashtu një çështje sensitive e cila ka ngjallur edhe kjo një lloj reagimi të kritik të bashkësisë ndërkombëtare. Ka mund shpije kjo situatë. Ka e qënë vendin politikisht si pas jush? Çfarë tereni krijon? Për kë krijon atë terren? Dëgjoj, tash unë prapë tham jemi në pritje të lloj variableve që mund të diskutojmë. Absolutisht, unë kam qenë shumë kritik ndaj disa veprimeve që janë bërë në pjesën veriore nga qeveria e Kosovës, nga frika, pikërisht nga kjo frikë që mund ta shtrojnë bazën që t'i sforcojnë nesër edhe më shumë kompetencat e argumentin që t'i sforcojnë edhe më tepër argumentin për sforcim të kompetencave të bashkisë së komunave serbe. A mund zbatohet njanshëm Zajednica në ndikimin e kësaj klime ta tham të tensioneve mbi veri? Po aktualisht topi është ende te qeveria e Kosovës. Duhet proceduralisht po e analizojmë procesin, topi është te qeveria e Kosovës, kjo e fundit duhet ta dërgoj draft statutin në gjykatën kushtetuese, ende nuk është ndërmarr asnjë veprim në këtë drejtim, për aq kohë sa pret tash edhe bashkia ndërkombëtare dhe sa do thotë serbët mund të presin mbetet të shihet mirë, po intenca e tyre aktualisht është pse po jeshtin serbët, kanë ndonjë dyshim? Intenca e tyre është që ta forcojnë edhe më tepër pretendimin që janë të padëshiruar nga Prishtina dhe mos harro do të patëm kritikën e Brukselit në raport me këtë proces dhe po ashtu arsyetimin e Departamentit të Shtetit që dialogu strategjik me Prishtinën nuk mund të rifillojë pa ndruar sjellja e qeverisë së Kosovës në raport me komunitetin serb. Situata duket një qetësi para stohisë. Pra pasken ka mjaft s'po them hile ashtu, po mjaft skenar që mbase heshtur aze në terren krijon rrethonat për një Zajednicë dhe më të fortë nga ajo që është menduar. Disa herë kemi analizuar një terren politikisht që po kërcënon këtë Kosovë të Afisarit. Absolutisht, disa herë kemi analizuar këtë skenar në disa emisione, unë gjithmonë kam se po heshtin serbët, nuk kemi mësuar të shohim të tillë. E kam ngritur drojnë që këto përfitime momentale që mund krijohen nga kjo klime polarizuar shoqërore, në fund do thotë sepse këto jo pak të lashe na kanë sjellur, mos harro, tjetër është përpjekja për të relativizuar, pra po them këto janë humbje shtetërore të Kosovës, tjetër është përpjekja për të relativizuar. Nuk është fitore e madhe për Kosovën, jo nuk është fitore, por është humbje serioze për Kosovën, ndërprerje, pezullimi, dialogu strategjik ndërmjet Washingtonit dhe Prishtinës për këtë temë dhe fillimi i tij me Serbinë. Ndonse Ka thënë zotime ka solli në e përmendet në Bruksel me 27 shkurt 2023 dhe në Ohër apo në mars aneksi Ohrit 18 mars në Ohër ka thënë zotime vetë Kurti bëri një kompromis të madh po ashtu të cilësuar si mjaft rrezikshëm për aspektin demografik dhe jo vetëm me ligjin për shtetësinë. Dhe në anën tjetër shohim përpjekje ta them ashtu heroike që po e përballin Kosovën me çortime të këtilla të komunitetit ndërkombëtar. Po ndëgjoni, duke pak e habitshme në prapaskim. Nëse mund ta gjejmë në një emision së bashku kur kemi analizuar, kam thënë, ne nuk duhet bim pre e një situate që mund të krijohet aktualisht kur krijohet përshtypja që bashkësia ndërkombëtare po tregohet më tolerante në raport me Aleksandar Vučićin sesa me Prishtinën, për shkak sepse Serbia ndodhet, kam thënë, përballë disa presioneve që mund
ti duhet të krijoj një përshtypje përfitore momentale të brendshme në raport me Kosovën. E para ne qëndrimin e Serbisë për të lejuar investimet në diversifikimin e energjetik. Tjetra është detyrimi i saj për të sankcionuar industrinë ruse të naftës. Presionet me protestat e brendshme. Gjitha këto kanë krijuar një klimë të jashtëzakonshme në Serbi, me cilën duhet krijohet një lloj përshtypje që megjithatë edhe Vučići po i ka disa fitore në Kosovë. Domethënë ne nuk duhet pim pre këtij episodi momental që ta shfrytëzojmë këtë situatë për përfitimet brendshme elektorale, se gjoja po e mbrojmë Kosovën nga kompromiset e dhëmshme e të ndaja. Pyetja është, a ma e rëndësishme konë me nal ose me negociu një ligj për shtetësinë, që përmbajtja ati ishte dukshëm më ndryshe, a ma e rëndësishme është me shku, ta them figurativisht ashtu, me i qu do bagera, me i qu do cila është interesi ma i malë shtetëror. Nuk diskutohet, sepse në fund ligji është, normat janë ato që detyrojnë të veprosh. Zbato ligjin, edhe rëzo villa, shem villa në mënyrë të paligjshme ndërtuara nga kush do të qotë, çfarë do të qotë për jadhe që ka, por për shtetin e Kosovës, nëse bëhet një ligj që nëpërmjet tij Neni 31 krijon terren që të kolonizohet Kosova me kriminal, pa procedura të qarta të verifikimit për ta. Atëherë, ku është interesi më i madh? Absolutisht, në pajtohem, ne disa herë kemi analizuar këtë strategji të dyfish, krijo tensione momentale dhe më pastaj në prapasken negociate bën kompromise, zbato vendime, sepse ato i kanë mbetur në tavolinë dhe do të ashpërsohen në të ardhmen. Politikisht situata përfund është e paqartë. Dëgjori, do të jetë dëshpëruese, është mbase dëshpëruese edhe për veti, edhe për ty, edhe për teleshikuesit të Varëbrisë, që në fund ne nuk mbase jemi të obliguar, jo që na ka mandatuar dikush, por që të krijojmë një lloj analize se nga po shkojmë si shoqëri, por pas gjithë këtij diskutimi ende askush nuk e din realisht se çfarë drejtimi po merr vendi. Faleminderit për kohën, diskutuam, analizove përkatësisht temat e interesit shtetëror dhe temat e interesit elektoral. Fatkeqësisht, në të cilat fatkeqësisht po lëndon Kosova. Fatkeqësisht, është duke u thelluar kjo humner, që ajo që po bëhet gjithnjë më tepër profitabile elektoralisht, po bëhet më e dëmshme në aspektin shtetëror. Mirë, po jemi në këtë situatë, kohë që kemi hyrë në këtë valle të rrezikshme politike, nuk kam qartësi se si do të dalim prej saj. Në fund si thash, ne nuk jemi të mandatuar për ta nxjerrë vendin nga ky paradoks. Nietzsche, veprën e tij kështu foli Zarathustra. Si do t'i cilësonte këto lojra? Gjithçka është interpretim. Gjithçka është interpretim dhe jemi në atë terren. Në interpretimin e shumë kujt dhe gjithë kujt. Faleminderit Daniel Kasolli. Ishte kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.